ky individ me këto lidhje, me këtë statur, sepse kishte qenë 27 vjeç kryetari i Komisionit Evropian të Danubit. Komisioni Evropian i Danubit ishte organizata më e rëndësishme e kohës ndërkombëtare dhe u mor model për gjithë organizatat e tjera që erdhën më pas. Po flas në vitet 1870. Ky ishte guvernator në Rumaninë dhe Bullgarinë e sotme, pra Ismail Qemal Vlora, dhe ikosisht ex officio, sepse i takonte Turqisë, ta udhëhiqte këtë organizat. Ishte organizat sigurie me kompetenca policore, po dhe patjetër dhe për të siguruar udhëtimin e të mirave, mallrave në rrjedhën e Danubit. Ekziston dhe sot kjo organizat, po nuk ka të fuqi se kemi të tjerë organizata sot. Por ajo mor si model, ishte një eksperiment dhe po të lexosh në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare merret si shembull. Ky ishte president tani dhe miqësi, po të lexoni me njerëzit e shquar të kohës, me kryeministrat Francës, me Victor Hugo